Mirëmbrëma miq të Hëna Sportive, verdiktet janë dhënë tashmë. Bylis është kampioni i kategorisë parë, Gramshi i kategorisë dytë, ndërkohë që polemikat kanë shoqëruar dy ndeshjet e play-outit, ngjitjen e Erzenit në kategorinë e parë dhe konfirmimin e Besës. Incidentet forta kanë ndodhur në fakt në Niko Dovana, ku lojtarët e Turbinës kanë ndërprerë takimin dhe më pas janë konfliktuar me forcat e rendit dhe ne do të shohim edhe pamjet e këtij takimi pas pak qastesh, po më parë nisim menjëherë me prezantimin e të ftuarve për mbrëmjen e sotme. Si zakonisht Sajmir Demi, i përhershëm në rubrikën tonë. Sajmir, a ishin verdiktet më të mira të mundshme këto? Më të mira të mundshme ishin. Në një ndeshje nga këto sparëheqet, pastaj aty këtu kushdo që fitonte, po fitohet ishin bindshme. Pastaj këto tjerë më pëlqyen gjitha ata që janë në kategoritë parë ose që ata që ranë. Sepse ka përshtypjen atë që bën gjatë gjithë edicionit ato fiton. Specialisti i futbollit, drejtori i shkollës Loro Boriçi, Ermal Tahiri, mirë se erdhe Ermal. Është e vërtet sigurisht që ka patur polemika në dy takimet për play-out, sigurisht është edhe pjesa ku priteshin, sepse dy takimet e tjera ishin finale simbolike, apo jo? Absolutisht po. Janë ndeshjet që ishte për të qëndruar kategoria për të dalë nga kategoria dhe për të në kategoritë parë. Ndeshjet forta, gjithmonë do ketë polemika, po polemika duhet të mbarojnë, të ngelen brenda fushës, jo të kalojnë për më tepër. Do shohim nga Mirvolja në rastin e Turbinës. Në rastin e Turbinës, mendimi im është që lojtarët nuk duhet përzihen, sepse lojtarët kanë një destinacion, ai është vetëm të luajnë futboll dhe brenda fushës kush fiton më i miri. Pra kjo është dhe gjithë esenca e futbollit apo ideja e futbollit. Tash ne do shohim, nuk e dim. Eksperienca ka treguar gjithmonë që ka pas polemika, po kanë mbaruar brenda 90 minutësh. Sigurisht, është ajo që duhet ndodhi në fakt, që gjithçka të mbetet në fushën e lojës. Vjen tashmë si kampion i kategorisë dytë, por si një skuadër e kategorisë parë. Luan Metani, trajneri i Gramshit, mirë se erdhët në studio. Jeni skuadra e vetme pa humbje deri në fund të kampionatit. Normalisht është ashtu si thoni ju, edhe kjo është mbas një përgatitje shumë të gjatë, me një preokupacion shumë të madh në aspektin e gjithë një përbërëtës kësaj të plejate që neve e qumë atë skuadër, që të mos ketë asnjë problem si në aspektin financiar dhe ashtu në aspektin organizativ. Mbas pak ne do ta sqarojmë çik më tepër, por them që me këta djem dhe me këtë preokupacion që pati si nga ana bashkisë, neve do të jemi akoma më të fortë në kategorinë e parë. Në kategorinë e parë. Ndërkohë përballë kampionëve të kategorisë dytë janë kampionët e kategorisë parë. Shefi i klubit Adrian Balla, mirë se erdhët në studio. Bylisi ja doli të jetë kampion, por ndoshta në fillim të sezonit as ju nuk e kishit menduar vetë. Shko, kjo është e vërtetë, ne nuk e kishim menduar në fillim të sezonit, po kur ne thamë në fillim në janar, sa mirë kemi thënë. Kur ne thamë në fillim në janar që ne do hyjmë Super League, nuk da besonte njeri. Do të mbahemi ke kjo e janarit. Se në fillim sezonit e dim dhe vetë. Po kur ne thamë që ne do hyjmë Super League, nuk besonte njeri. Ja ne jemi. Ndoshta nga që nuk ishim llogaritur 10-0 me Beradin. Jo, mos llogarisni fare se sy në punë 10-0, se vajtëm fituam atje. Po, kjo është ja shesh ja Medani. Kjo është e rëndësishme fitore ne fituam atje ku duhet fitu. Direkt. Mirë se erdhe Femi Mziu, presidenti i Korapit, një tjetër skuadër që vjen në kategorinë e parë. Femi, keni humbur 2 ndeshjet e fundit, por keni bërë një sezon të jashtëzakonshëm që ju premiojnë në kategorinë e parë. E në radhë parë më lejo në emër të ekipit edhe gjithë dibranëve t'ju uroj urime dhe 100 vjeç. Faleminderit. Me thënë drejtën, ne nisëm kampionatin si çdo vit tjetër. Normalisht, pa e besuar që do realizonim këtë ëndër, por gradualisht gjetëm forcën, gjetëm bashkëpunimin, gjetëm shumë gjëra të përbashkëta, si me bashkinë, si me stafin drejtues, si unë si kontribues, edhe tifozeria që ishte lojtari 12 në fushë. Ne realizuam ëndrën, ndoshta kampion për Superkupën ishte çështja mbitor. Gjë që e dëshironin gjithë, po. Suksesi i Korapit sigurisht ishte një ngjitje në kategorinë e parë dhe më pas ajo finale që premioi skuadrën e Gramshit ishte thjesht simbolike, por që për ju
objektivi kryesor ishte ngjitja në kategorinë e parë. Ashtu sikurse ja doli edhe Erzeni që ka përfaqësues tashmë shefin e klubit Altin Keçi, mirë se erdhët në studio. Surprizën e bët ju? Po, patjetër. Sepse ne vishim si veni dytë i kategorisë dytë i grupit A, kështu që u përplasshim me një ekip që ishte një nivel i çik më lart se ne. Por falë çunëve, falë mbështetjes tifozëve të zjarrt, ne arritëm me sukses. Të jeni edhe ju pjesë e kategorisë parë tashmë që ka 3 emra të rinj. Pra, ndërkohë, ne do të shohim më njëherë përmes grafikës edhe rezultatet e fiksuara në ndeshjet finale të këtij sezoni, 2 finalet e luajtura sikurse edhe ato të play-offit, duke nisur nga Tërbuni Bylis me rezultatin 0-2, ka fituar skuadra e Ballshote me golat Mustafa Raj dhe Dramit. Ndërkohë për play-out, Besa Turbina 2-0 Tomori Erzeni 0-1, ndërsa finalja e kategorisë 2 ka folur për Gramshin 3-1 përballë Korabit. Ishte humbja e parë në kampionat në fakt për Tërbunin që premion skuadrën e Bylisit, një skuadër që e filloi me problemet mëdha sezonin, por që nga janari dhe deri më sot ka bërë një ecuri të jashtëzakonshme, duke arritur jo vetëm të arrijë pra të ngjitet në kategorinë superiore, por edhe të fitojë finalen përballë Pukjanëve. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Alban Hasani dhe e kthehemi sërish në studio. Bylisi është kampion i kategorisë së parë për edicionin 2014-2015. Në finalen e luajtur në Elbasan Arena, djem që drejtohen nga Roland Nena, kanë mundur pastër 2-0 Tërbunin, që pësoi humbjen e parë të sezonit. Heronjtë e Bylisit ishin golashënuesit Mustafa Raj dhe Drami, që realizuan në pjesën e dytë, por pa lënë më pas edhe pritjen vendimtare të Mikel Kaloshi. Në një interesim shumë të pakët në shkallët e stadiumit, qetësia dhe besimi i mallakastriotëve triumfojnë ndaj Pukjanëve, që në fillim vjetër e se skuadrat nuk kanë ndërmend të kënaqen me barazimin, pasi lojtarët e të dyja kampeve kërkojnë të shtyjnë përpara dhe të gjejnë golin. Fillimisht janë Pukjanët ata që fillojnë të kontrollojnë lojën dhe të shohin më shumë përpara. Roca ka rastin e Arçë në minutën e 3, teksa përfiton nga një gabim i lojtarëve Ballshot dhe deli vetëm me Kaloshin, por nuk koordinohet siç duhet me portën e boshatisur dhe godet mjaft dobët me topin që largohet nga mbrojtja mallakastriote. Bylisi nuk del dot në lojën e vet dhe vuan sulmet e një pasqyrshme të Pukjanëve, të cilët duan me çdo kusht të realizojnë golin e avantazhit. Pjesa e parë foli më mirë për djemtë e Plorit, të cilët harxhuan shumë energji. Fraksioni i dytë i ndeshjes nisi me një tjetër ritëm, teksa tani nuk është vetëm Tërbuni që sulmon, por edhe Bylisi shtyn shumë përpara. Në minutën e 58, Mustafa Raj ikën bukur mbrojtjes Pukjane dhe deli vetëm me portierin Giljen nga e majta, godet bukur dhe lehtë, duke dërguar topin në rrjet. 0-1 dhe Bylisi fillon të shohë ëndrrën si kampion. Shokojnë Pukjanët, të cilët nuk e prisin as pak të ndëshkoshin, atëherë kur po luanin më mirë. Djemtë e Plorit besojnë te barazimi, por goli dhe fati, duke që nuk është me ta as në rastin kur goditja e Çutrës qeth shtyllën e Kaloshit dhe më pas ajo e Gastrës prek shtyllën e portierit të Bylisit. Për të hipotekuar fitoren dhe për të çuar në delira ata pak tifoz nga Ballçi, mendon Dhrami në minutën e 3 shtesë, duke i dërguar shifrat në 2-0. Mbyllet gjithçka edhe pas 5 minutave shtesë, me Bylisin që nis festën e kampionit dhe Tërbunit që duhet i kënaqet vetëm gjitjes historike në superiore. Objektivat e skuadrës për vitin e ardhshëm në Superlig dihen tashmë, një ekip solid, një ekip që konkurroj denjësisht dhe të jetë ndër më të mirët e kampionatit të ardhshëm. Çështë drejta, objektivin e kemi realizuar. Megjithatë, dhe sot mendosha se mund ta marrim kupën e trofeut më të mirë të kategorisë së parë, si futbolli nganjëherë është edhe pa drejt. Dhe rastet të cilin humbën ne na shërbynin për mos me marrë fitoren. Megjithse skuadra pjesën e parë për mendimin tim lujti më kujdesme, në momente si pat me raste do të më shfrytzuar ato raste. Gjithsesi, edhe Bylisi u tregu një skuadër e madhe, pa ul vlerat e saj si skuadër. Jemi shumë të kënaqur që kemi kurorzuar me sukses
sukses me ngritjen e trofeut, pasi kam tekstuar në para, ka qenë një sezon sakrificash, kur ne brenda si stafi dim gjitha sakrificat, jemi kurrëzuar sot, jemi shumë të lumtur. Arritja e objektivit tonë është arritur që në lushje. Domethënë në ngjitja në Superligë. Kjo ishte normalisht që kjo kupë na duhej dhe e kemi merituar. Jemi shumë të lumtur, e kemi luftuar gjithë këtë vit, kemi pasur shumë probleme, por me mbështetjen e presidentës të tifozëve e kemi arritur qëllimin. Dua të falenderoj të gjithë çunat. Jemi rikthyer në studio, këtë herë medaljet i kemi marrë në fund. Po, këtë herë na i dha. Se kuptova atë të lushnjë, sepse nuk kishte asnjë lloj, domethënë me vërtet ka qenë një ambient që nuk të ngjallte frikë se mund të ndodhte diçka. Domethënë, unë sinqerisht dua ta falenderoj tifozërinë lushnjare për qëndrim super korrekt që ka mbajtur në atë ndeshje. Problemet nga lushnja kanë ardhur nga stafi. Jo nga tifozëria. Tifozëria do të jep të stafi lushnjës. Po nuk e kuptova pse u trembën njerëzit përfaqësuesve federatës. Tash erdhi presidenti vetë, jo dha vetë, me dorën e vet. Tani erdhi po, normale, erdhi. Mos keni edhe të flisni, mos toni pastaj se seli federata apo diçka. Jo, erdhi federata. Erdhi tim vonë. Fitore jo vetëm morale, por edhe financiare. Bëhet fjalë për rreth 30 milion lekë. Premium. Po. Nëse më shtajë ta marrë, siç e tha edhe shefi aty nga janari e këtej. Atë është bën një investim, goxha investim i madh. Nuk është ky 30.000 euro që shpëtoi ata. Ato 30 milionë lekë. Është një neshje simbolike, ku e tha edhe Plori, unë jam atë domethënë. Nëse kur është i kup mes, gjithë kanë qejf ta fitojnë atë, nuk diskutohet fare. 90 minuta lojësh, më tregu edhe çfarë nivelesh kanë dy skuadra me njëra tjetër. Kështu që ata bën mirë sepse që nga kanë përshtypje që edhe neshja luajë dhe kanë ndihmuar, sepse edhe ekipi është kariku, fitojmë. Absolutisht. I neshje që nuk e besonin tre çereku Shqipërisë e fitonin. Dini tani me lushjen dy rezultate kategori superiore. Kështu që duke bërë atë atje që bën që ishte një heroizëm i papar. Kjo pastaj ishte që është ambitor kur i thon që e tha edhe në kronikë. Ajo që është për të tekstuar që të shtoj tek kjo që nivelet e dy ekipeve ishte mirë të shifte dy ekipet dhe nga të dyja grupet që ishin në një nivel shumë të lartë të dyja. Edhe Tërbuni kishte raste për të barazuar, për të kaluar në avantazh. Megjithatë, ajo që mbizotron në futboll është që nëse nuk shënon do psosh. Është i rregulli pa shkruar i futbollit. Prandaj futbolli nuk është i padrejtë, por është i bukur, sepse ka këto ndryshime. E dyta është ekipi Bylisit, është një ekip që ka lojtarë shumë më të mirë, me eksperiencë, mund ta them në futboll. Jo vetëm për lojtarët me eksperiencë, po ndoshta ty do të vi mirë edhe fakti që janë shumë element të rinj, lojtarë të rinj. Në skuadrat e lojtarë të rinj, dhe këtu kemi qenë në një emision me trajnerin që tha ishte fazën e parë, mos gaboj që ne do dalim kampion, tha, dhe do ta marrim brenda në lushnje, dhe faktikisht e vërteta ishte që e morëm brenda në lushnje, fituan 1-0, pavarësisht se Bylisi është mësuar me lut, nëse zgabojmë në Kupën e Republikës me 10 lojtarë që nga pjesa e parë, por edhe në lushnje me 10 lojtarë nga pjesa e parë. Sigurisht që e kujton mirë, ndoshta ishte ajo hak i Bylisit që u dha këtë herë. Shiko, po të merrem me të kaluarën, do ngelim nga e kaluara. Ne atë e kemi lënë. Tash ne të merremi me këtë ku jemi. Ndeshja në lushnjë me të vërtet ka qenë një pjatë. Po dhe kjo e kaluar, se ishte me Tërbunin. Ka qenë ne po i flasim për të kaluarën. Po të kaluarën dhe bëjnë më të fortë Bylisin e deshin Jam absolutisht dakord me Samir me këtë që tha, sepse është shumë e vërtetë. Ne ta kanë bërë më të fortë. Më të fortë, më të dhe ato blerjet e janarit ishin blerjet goditura, ka lojtarë me eksperiencë, që njohin dhe superioren. Vërtet për hudhën lek, vërtet se shumë ekipe mund të investojnë në të lojtarë dhe në fund fare nuk dalin. Por kjo vërtet është dhe mira është që Bylisi është kategori superiore dhe mbas daljes, se unë e lidhi qik me komplet tërsinë e asaj zonës atje, me daljet të Fierit në kategori 2, do t'jap një përparësi më të madhe, do ketë një ndihmë më të madhe nga lojtarët që mund t'i vinë dhe mund të ndihmojnë dhe mund të marrin zgjedhje element, të bëjnë një ekip akoma më të ri dhe më të fortë për të qenë e denjë superiore për sigurisht. Ndërkohë, si Metani, si Keqi, ashtu dhe Mziu, duhet jenë të kënaqur që u larguan dy skuadra si Bylis dhe Tërbuni në superiore, dhe tashmë keni ndoshta një shans më shumë, megjithëse pritet të forcohen edhe sigurisht skuadrat e tjera. Tashi, duke parë pozitën gjeografike ku ndodhet Erzeni Qiakut, ne na favorizoni çik grupi ku jemi, grupi A.
Kështu që me largimin e këtyre dy si shteti, tham që edhe ne do jena pretendet për në Super League. Po pretendent para duhet të ketë rezerva Mëziu se është gati për të qenë vetë pretendent. Atëherë le të alim kohës. Unë them që dueli Mëziu do vazhdoj. Nuk diskutoj. Ajo që është kryesore normalisht që duhet bërë ndërhyrje në ekip. Sepse ngjitja një kategori më lart do të thotë që ka më cilësi dhe më profesionista. Por s'duhet ta lejmë kurrën e kurrës atë luftën sportive, sepse na ngarkon më shumë me përgjegjësi, me forcë, edhe normalisht dhe emocionet do bëjnë të vetat që futesh në rrugë. Ne kemi për detyrë të bëjmë një kampionat shkëlqyer. Sigurisht, pastaj të tjerat do t'ja lëm fushës. Metani, duke qenë se jeni trajner dhe keni stërvitur edhe shumë skuadra në kategorinë e parë, diferencën për Tërbunin dhe Bylis e bëri strategjia e klubit apo organika e lojtarëve në fushë? Tani, po ta marrëm në kompleks, unë e pash dhe ndeshjen, se ndeshja finale që pash ishte midis Lushës dhe Bylisit. Ai ishte kryesorja. Se një gjë tim ka ndodhur dhe mu ku kam qenë trajner me Beslidhen dhe kena dalë në Super League dhe po prap qelloj që kishim në Lushë një ndeshjen. Dhe aty fitum po prap 1-0 dhe ne. Pra, domethënë ndeshja është specifike për ato 90 minutë. Nuk mund të gjykosh se kush mund fitoj. Por në aspektin profesional unë e pash që Bylisi ishte më organizuar. Kishte më një skuadër më komplekse nga mbrojtja, nga portieri deri te sulmi. Kurse Lushnja me dy lojtarë, domethënë kishin Canka dhe Çela, nuk e di kush ishin disa që i mbaj mend se kanë kohë që luajnë, por që nuk kishin në një organik të domethënë të bërë speshuar në gjitha në aspektin e reparteve. Mbrojtje, mes fushë dhe sulm. Kështu që Bylisin përgjithësi ishte një skuadër më e kompletuar dhe e cilën e meritoi këtë si ndeshje me Lushnjën, ndërsa finali që bëri me Tërbunin, unë them këtë tash. Do të dalë nga anën tjetër që kategoria e parë dhe kategoria e dytë në aspektin e mbledhjes së skuadrave të Jugut është shumë më e fortë se sa mendimi se sa grupi Veriut. Se duke ditë që skuadrat e Veriut janë, për mendimin tim flas, janë shumë më dobta, nuk e di në lojtarën diçka, por të bësh të lush kategori dytë në Tepelena, me Malia, në Himara, në atë domethënë shumë e vështirë se sa të lushë, domethënë dy skuadra ishin pretendente, Shiaku edhe Koravi, kurse ne ishim 6, Ceriku, Tepelena, me Maliaj, Orikumi, Himara, pra s'dishe se me cilë do të ndeshë. Kemi pas Kështu që nuk ishte probleme, domethënë, pra pjesa jonë është shumë e fortë, duke nisë dhe nga vitin tjetër. Kur këtë bësh me një Super League të dytë, Dinamo, Fieri, Elbasani, Gradeci, Lushnja, domethënë gjithë ekipet cilët neve gram që kena ngel si qyteti më i vogël. Kjo ka ndodhur. Pra është një skuadër që do t'i dalë përballë gjithë këtyre. Për të dyja grupet ku kishte më shumë skuadra që pretendonin se sa në grupin A. Nuk e di se do ta bëj. Do të flasim më vonë pikërisht për këtë, por përpara duke qenë ku do të ndërhyjnë në merkato, sepse Superliga kërkon pak a shumë mua do mblesh edhe një 30 sekondësh, një minutë, për të bërë një rezume të kësaj pjesës që iku. Ne vërtet thamë që ne kemi fillu investimin, falë ndërhyrjes shumë fuqishme, që dua ta përshëndes të presidentit tonë Agron Kaplanaj, që ka marrë një ndërmarrje shumë fuqishme. Dhe ka vënë objektivin parësor dalja në Super League. Objektivi jonë, me fillimin e sezonit futbollistik, si bjen 2015-2016, ka qenë dalje në Super League. Gjë që ne e realizu. Por u realizua falë ndërhyrjes të presidentit Agron Kaplanaj, që me të vërtet kam besuar. Ata janë një familje, po e them me shumë, domethënë që ta ndigjojnë të gjithë, që ata pjesë që merren me futboll. Ata janë një familje që e dashurojnë futbollin. I kanë qëndruar afër Bylis dhe dashurojnë, se një punë duhet po e bëre, duhet ta dashurosh. Ne të gjithë këtu jemi pjesë e futbollit. Dhe ju e erdhët në. Dhe ne arritëm objektivin fal edhe kontributit që është kryesorja, se pa lek s'bëhet asgjë sot. Po sigurisht. Të gjitha tjerat janë. Ajo që na intereson gjithë është do të ndërhyjnë në merkato dhe ku. Bylisi, emri Bylisi dhe vendi i Bylisit në Super League dihet shumë mirë nga gjithë. Bylisi ka qenë faktor në Superligën shqiptare.
për mendimin tim ka qenë padrejtësi, u bë një padrejtësi, kaloi. Tiri të kthehemi tani këtu ku jemi. Pretendimet tona të sezonit futbollistik të ri janë goxha të mëdha. Domethënë do filloj ty me infrastrukturën që urojmë që edhe zoti president të fitojë zgjedhjet, të jetë kryetari i bashkisë, që të jetë kontribusi po normale, duhet të gjitha. Kjo duhet të jetë një kontribusi fuqishëm. Bylis duhet të jetë pavarësisht të zgjedhjeve dhe situatës politike, është një domosdoshmëri sepse Bylis do të probleme edhe përpara. Pa diskutim që edhe këto do të bëhet. Pra president familja Kaplane i ka marrë parasysh të gjitha dhe do t'i realizojë edhe këto lloj investimesh që janë. Por kryesorja është krijimi një performancë të mirë. Më thënë, vetë skuadra duhet të marrë ngjyrën e skuadrës që meriton. Dhe unë mendoj se ne këtë do ta bëjmë. Pra, investimi në skuadrë, investimi në terene sportive do të jetë primarja për sezonin futbollistik. Okej. Pas pak qastesh do të transmetojmë edhe ngjarjet në Nikodovana, incidentin dhe dhunën e ndodhur atje në takimin mes Besës dhe Turbinës. Ka filmuar operatori ynë Dashamir Qemali dhe pamjet ekskluzive ne do t'i ndjekim pas pak qastesh më parë, do të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe më pas do të ndjekim atë çfarë ka ndodhur në Besa Turbina me rezultatin 2-0. Takimi është ndërprerë dhe më pas nuk ka rifilluar më për shkak të incidenteve dhe trazirave dhe konfliktit mes lojtarëve të Cërikas dhe forcave të rendit.